Në rastin më të madh të dhomave të specializuara kanë dëshmuar deri më tani 125 dëshmitar të propozuar nga zyra e prokurorit të specializuar, ndërsa të hënën u bë e ditur se ZPS-ja nuk do të ftojë më dëshmitar. Dëshmitari i 126 nuk u paraqit para gjykatës speciale e prokuroria propozoi që dëshmia e tij të pranohet si provë me shkrem. Me rregull do të kishim filluar ta dëgjonim dëshminë e dëshmitarit 04747 të prokurorisë, sidoqoftë dëshmitari nuk është në gjendje të vijë sot dhe ZPS-ja do të kërkojë të pranohet dëshmia e tij sipas rregullit 155. Po. Trupi gjykues e pranoi si provë materiale një dokument për të cilin ZPS-ja thotë se është deklarate dëshmitarit Ismet Tara dhënë në Unmik më 2001, ndërsa vetë dëshmitari dhe mbrojtja e të akuzuarit Kadri Veseli pretendon se nuk është deklarata e tij. Avokati Rodney Dixon për këtë pati pretenduar se e ka prodhuar ZPS-ja, derisa këtë e kundërshtonte prokuroria. Trupi gjykues vëren se mbrojtja e Veselit mbështetet në një pjesë të caktuar të dëshmisë së dëshmitarit për të paraqitur pretendimin e vet që dokumentin e fjalë që përmend dëshmitari mund të jetë produkt i brendshëm i ZPS-s. Pasi rishikoi incizimet në tërësinë e vet, trupi gjykues vendos se nuk ka arsye për të pranuar kërkesën e mbrojtjes së Veselit. Vërtetësia e kësaj shkresë sipas gjykatës dëshmohet edhe nga provat e tjera materiale. Është e qartë nga dëshmia e dëshmitarit 04745, shënimi përgatitor i ZPS-s, intervista e vitit 2019 e dëshmitarit me ZPS-n, se dokumentin e fjalë në fakt është deklarata e dëshmitarit e vitit 2001, të cilën mbrojtja e ka dhe nuk është produkt i brendshëm i ZPS-s. Trupi gjykues vërej se dëshmitari nuk i përgjigj pyetjeve të ZPS-s, gjatë pyetjeve që i bëri pala thirrse, por këto lidheshin me deklaratën e vitit 2001. Në bazë të deklaratës së vitit 2001, që e pranoi trupi gjykues si provë, Tara kishte deklaruar se bashkëpunëtorët e Serbisë, pavarësisht kombësisë, duhet të vriteshin, se kohë pas kohe duhet të digjeshin, përndryshe trupat e tyre që i mbante UÇK-ja do të shërbenin si prova kundër saj. Ish-komandanti i UÇK-s në Rahovec, gjatë dëshmisë së tij pati kërkuar që t'i paraqitej para vetes deklarata që sipas tij ja kërcënoi jetën atij dhe familjes së tij, përndryshe s'do të përgjigjej. E prokuroria ja pati shfaqur atij të gjitha deklaratat që i ka dhënë, por dëshmitari pati thënë se nuk ja shfaqën dokumentin që e kërkonte dhe se ZPS-ja po manipulonte. Ndryshe, kryetari i trupit gjykues tha se deri më 15 prill pret që të përmbyllet paraqitja e tërësishme e provave të ZPS-s.